Kur duhet pirë qumshti, në mbrëmje apo në mëngjes? Qumshti është një nga produktet më të konsumuara të bulmetit, megjithatë, koha e pirjes së tij është thelbësore për përthithjen e ushqyesve nga organizmi ose marrjen e disa vlerave të caktuara. Nëse dëshironi të merrni më shumë proteinë në mëngjes, atëherë qumshti duhet të pihet gjatë këtij vakti të rëndësishëm. Përveç proteinës, qumshti ofron magnez, fosfor dhe vitamina. Nëse preferoni të kryeni aktivitet fizik në mëngjes, atëherë qumshti duhet të pihet gjatë këtij vakti për të furnizuar organizmin me proteinë dhe kalcium. Nëse dëshironi të jeni të ngopur për mëngjatë, mëngjesi është koha më e mirë për të pirë qumshtin. Nëse keni probleme me gjumin, atëherë këshillohet në mbrëmje të pini një gotë me qumësht të ngrohtë të tretur në të një lugë mjaltë. Nëse doni të ndjeni të çlodhur në mbrëmje, atëherë mund ta konsumoni një gotë me qumësht. Nëse doni një tretje më të mirë, qumshti duhet të jetë i ngrohtë dhe jo i ftohtë, si një mënyrë natyrale për të lehtësuar problemet.